vinë drejt nesh. Është periudha dhe koha më ideale që ndonjëherë në çështjet që lidhen me anën e komunikimit të punës tonë, të ndryshimit të madh që vjen, mënyra dhe mundësia dhe koha e duhur për shtatshmërisë. Kemi të bëjmë shumë sepse do të kemi disa ndikime shumë të mëdha sepse në lidhje me këtë periudhë do të kemi një përballje me disa ndryshime të papritura. Për disa mund mos na pëlqejnë, por është vetë koha e tillë që kërkohet kujdes në këtë drejtim. Por gjithsesi, është një periudhë mjaft e mirë dhe është stabilizuese për gjëra që do të ndikojnë, gjëra që do të rregulloheni në fushën tuaj të jetës dhe të vazhdimësisë. Kemi të bëjmë gjithashtu me një çështje madhore që mund të marrim disa informacione se disa lajme shumë të rëndësishme për punën tonë dhe për ndryshimin. Por neve duhet të shikojmë nga informacioni. Nga është ky burim informacioni që neve ose do na jepet një mundësi për të bërë një ndryshim pune, për të nisur diçka të re, për të arritur diçka që neve e kërkojmë me insistim dhe duam që neve ta bëjmë dhe të gjitha këto përbëjnë shumë gjëra, shumë çështje që neve në Iran kërkojnë zgjidhje në lidhje me disa ndikime shumë të mëdha në pozicionimin e planeteve dhe të kohës dhe të përshtatshmërisë. Kemi datën 28. Virgjëresha vazhdon të jetë praktike në lidhje me ndryshimet e mëdha sepse tani për tani fillon të kemi mundësinë të sjellim në lajme të papritura ndryshime plani ose nevojë për të përshtatur. Është një ditë e mirë për përmirësime praktike, korrigjime, zgjidhje, çështje pune, karriere dhe çështje rezultate perfekte. Një ditë e përshtatshme për sa i përket punës tonë dhe takimeve që mund të bëjmë. Data 28 është mjaft e mirë sepse duke pasur parasysh këndet që bëjnë planetet dhe ndikimin